Trashëgohet pasuria njësoj si për vajzën ashtu dhe për djalin në Kosovë. Po, trashëgohet njësoj. Në Kosovë, ligje trajton vajzën edhe djalin barabart në trashëgimi. Nuk ka dallim a je mashkull apo femën. Të gjithë pasardhësit e kanë të njëjtën të drejtë në pasurinë e trashëgimlënësit. Kjo vlen edhe për fëmijët jashtëmartese, si dhe për fëmijët e adoptuar. Nëse trashëgimlënësi nuk le testament, pasuria ndahet sipas ligjit në mënyrë të barabartë. Keni parasysh se trashëgimia është veprim juridik pas vdekjes, ndërsa ndarja e pasurisë është kur personi është gjallë. Unë jam avokat Petrit Ladrovci. Nëse keni pyetje, komentoni në video dhe bëni follow faqen për më shumë. Një replik dhe mësim nga këndvështrimi islam lidhur me ndarjen e pasurisë dhe trashëgimin. Siç e tha edhe i nderuari avokati, pra ndarja e pasurisë mund të bëhet edhe para vdekjes, si dhe pas vdekjes është trashëgimia. Kur profeti Muhammed, paqja e Zotit qoftë mbi të dhe familjen e tij, ka mësuar xhamatin e tij, njerëzit që e kanë rrethuar, lidhur me trashëgimin dhe ndarjen e pasurisë, ata menzi ka pritur të përfundoj ligjërata dhe kanë shkuar në shtëpia për ta shkruar testamentin, që nëse nesër vdesin, ndarja e pasurisë mos t'i jetë barë e fëmijëve, e vëllezërve për motrat, por ndarja e pasurisë të bëhet gjerisa është gjallë. Pra, kjo është më e mira e të mirave. Por shtohet pyetja, çka nëse prindri për shembull e ndan pasurinë derisa është gjallë, mirë po ka të ardhura tjera dhe çka duhet të bëjmë me ato para? Me ato parat apo pasurinë tjetër që i shtohet, ai prap duhet ato ta ndaj derisa është gjallë. Pra, ndarja e pasurisë është më e mirë derisa jemi gjallë, sepse çka derisa prindri bëhet 80 vjeçar e pasurinë e mban të pandar, atëherë çka kanë me përparu fëmijët e tyre? Këtu përparon vetëm ai i cili kujdeset për babën edhe për nanën, dhe kjo është padrejtësi. Sa i përket ligjit të Kushtetutës së Kosovës. Pra, siç e tha dhe zotëri advokati, pra ndahet 50-50, 50-50, por kujdes, jo që jeni muslimane, mos i hyni në hak të vllaut, sepse s'keni mja pa hajrin. Kujdes edhe ju vëllezër, mos i hyni në hak të motrës, se s'keni mja pa hajrin. Familja jote ka me qenë nën mallkim, nën hakun e motrës, e të tjera. Prandaj, ligji i Kosovës neve na lejon që ta ndajmë pasurinë mrenda familjes, a donë si mas rregullave të sheriatit, islam, mas je musliman, a donë si krishter, apo dëshiron të ndanë pasurinë si mbas ndoshta ka në kanun që nuk ka, se femra nuk merr pasuni, nuk janë ndajnë me kanun të lek dugaxhinit. Femra është e shitur tek burri edhe kaq. Prandaj, ligjet e Kosovës neve na lejojnë që interno, për shembull, motra dhe një vëlla jemi, ne mund të ndajmë pasunin, për shembull 100.000 euro, prej këtyre 100.000 eurove, vllaut i takojnë 2 ise e motrave nga 1 ise. Që do me thanë, prej këtyre 100.000 eurove, vllau i merr 50.000, ndërka që 2 motrat i marrin nga 25.000. Ose për shembull, janë 4 motra dhe një vëlla. Pra, e kuptuam si që ishte. Pra, e ndajmë 4 motrat, i marrin nga 1 hise, pra 4 hise, ndërka që vllau i merr 2 hise. E kështu me radhë, nëse keni pyetje shkruni në koment, mirë po prapë po ju tham, ligjet e Kosovës na lejojnë të ndajmë pasurinë interne në brenda shtëpisë, mirë po duhet me paraqit në gjykat se kjo shtëpi, kjo tokë, qoftë edhe 5 metër katror që ti takon motrës tënde, mos e maj në shtëpinë tënde, sepse ti je duke u pasuru nën temelet e haramit. Shtohet pyetja, po motra ma ka fal.
nuk ka asë një ajet kuranor që mundet motra dikujt me ja falë. Edhe unë po pyes, a ka ndonjë vlla në Kosovë që masi po mund ka me falë motra, a ja ka falë dikush motrës e vetë ka dalë në sokak, pa shpi, veç e ka marrë familjen edhe i ka thonë motër, na e ndam hisën, po që unë e ty po ta fali. Prandaj, ligjet e Kosovës duhet urgjentisht me hjek, me largu ligjin i cili ka të bëj me ato se thot motra ka dhënë dorëheqje, ka thënë unë po tërhiqem nga pasuria, do më thënë po ja fali. Jo, ti zonë, ti merë njerë hisën tënde, mandej falja vllaut nëse donë. Por në qatë hisën time, nëse mund kanë qëllu, për shembull, 1.000 euro, mua është hisja e babës tem, jo e vllaut tem. Une prej këtyve 1.000 euro, 1/3 e pasunis, mundim ja falë vllaut kujt të dua. Por, pra 3.000 euro, mundi unë mja falë vllaut. Por, 1.000 euro, 300 euro, mundi unë mja falë vllaute. Mirë po, këto 600 euro ti ki me dhënë përgjithësit e Zoti, pse fëmijën tënde ke përbus me hakun e vetë. Ti ja ke falë, djalit vllaut tënd ja ke falë, ndërka që fëmijët e tu e kanë të drejten për me marë pasunin prej teje. A ti mas je zoj, edhe po donë mos me ta mshel derën vllau, gabime ke. Shumë gabime ke, se qasi vlla nuk të duhet. Ai herdo, kur do, në momentin kur nuk e sheh interesin, ka me ta mshel derën bile dhe ka me ta përplas për ftyre. Prandaj, edhe nëse është 5 metër katror, ty të takon me një shtëpi, me një banesë, me një send, për me pastru hakin, për me pastru barrën e prindrit, ti duhet me llogarit, shumë kollaj llogaritet edhe vlerësohet shtëpia, me metër katror. Sa të takon, ti njerë merre, e mandej falja kujta dush. Po, parja është e ëmbël. Ju lutem shkruani komente, mos pajtime, mirë po, më falni po, zotri avokat, po nuk mundim me duru diçka, çka është islame dhe mos m'jam mësu këtij popullit. Prandaj, vajza, mos i hyni në hak të vllaut, vllazën, mos e ndërtoni shtëpinë e juaj, pasurinë e juaj në themelet e haramit, sepse besoni aty ka me pas smuje, bela, mos pajtime, më e keqja nëse ajo shtëpi ka mallkim, sepse motrat najherë nuk mallkojnë me gojë, po zemra e tyre, loti i tyre ka me bo që shtëpia jote me qenë e mallkuar, kur mos me pas shëndet, bereqet, begati, lumturi, shumë larë kanë me qenë. Jepja hakin motrës, ke me pa çfarë lumturi ka me të hi në shtëpinë tënde. Assalamu alaikum. Share, like, mos harroni.